Dhe kjo është diçka, një shembull tjetër se sa në pozitë keqe janë demokratët në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse kjo ka qenë një shaka shumë miqësore me Ilamin, sepse jemi miq të ngushtë prej një kohe të gjatë tashmë. Dhe ishte vërtet shumë mirë që shiheshim pas kaq humbjeje dhe pas kaq shumë përpjekjesh për të vrarë njëri tjetrin. Po fakti që kjo shaka miqësore u bë virale në Europë është argëtuese, po fakti që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përdor për të sulmuar presidentin ishte diçka që realisht më mërziti shumë në thelb për demokratët, sepse e kanë humbur realitetin dhe vazhdojnë të besojnë që e përsia morale mjafton për ta të pretendosh që presidenti Trump është aty ku është, në fakt aty është.